Kuptoj, por i shpjeguat të gjitha arsyet në fakt, por si mund të forcohet statusi i fermerit në këtë rast? Atëherë mendoj që ato çfarë ka nevojë bujqësia kanë të bëjnë me statusin e fermerit. Realisht duhet një financim i qëndrueshëm dhe jo artificial. Pra, duhet një subvencionim i normës interesit, pasi pikërisht fermerët nuk kanë mundësi të paguajnë as atë që qeveria duket sigurisht jep falas apo të lirë. Dhe natyrisht kjo kërkon edhe një garancira më të larta për sa i përket ato probleme që kanë ata me kolateralin dhe të tjera. Pra, duhet të jenë produkte të përshtatura për ato zinxhir të qarkullimit bujqësor, të cilët kanë dhe specifikat e tyre. Nga ana tjetër duhet futur mekanizmi i sigurimit tashme, i cili në vetvete po bëhet gjithmonë më shumë i domosdoshëm për arsye se është i tillë që garanton moshumbjen e asaj çfarë bujku ka ose fermeri ka punuar. Dhe natyrisht kjo nuk bëhet dot vetëm nga bujku, kur themi skemë do të themi një bashkëfinancim dhe këtu hyn ato subvencionet në lojë apo ato qasjet. Pjesa tjetër është që këto skemat kombëtare duhet bëhen shumë të personalizuara apo të themi të tilla që të jenë ose të jepen për ata fermerë që realisht e meritojnë dhe të marrin një shumë të konsiderueshme me qëllim që të garantojnë atë çfarë kanë planifikim ose për ndryshe në mënyrë si jepen kanë më shumë atë backgroundin apo vendimarrjen politike për të treguar se po bëjmë diçka për sektorin. Gjë që ne shikojmë të kufizimet. Pjesa tjetër është investime më të mëdha në infrastrukturë, pasi infrastruktura bujqësore nuk varet nga bujku, nga fermeri, apo nga ata çfarë kanë të bëjnë me ekonomi të tjera blegtorale, por duhet të bëhet ujitje, rrugë rurale, magazina, tregje kolektive, trajnim digital, në një farë mënyre një upgrade i gjithë sektorit. Në fillim 5.2 miliard lekë nga skema kombëtare, nëse këto lekë shpërndahen në mënyrën e duhur, a mendoni që do kishte efekt parashikuar këtu edhe për i parë treshin që do të hapen brenda 6 muajsh? Po janë paga shumë të ndara pavarësisht se mund të bashkohen së bashku si efekte, por suma prej një fondi të tillë nuk ndihmon dot pothuajse asnjë në mënyrë të tillë që t'i bëj dallimin, pasi në vetvete bashkëpunimi me fermerin nuk është thjesht granti, është ajo çfarë unë përmenda pak më lart, pra duhet që në fazën fillestare kur një fermer kërkon të krijojë një produkt të ri, me qëllim që e para të mos mjaftohet thjesht vetëm me grantin, i cili nuk i bën efekti, nëse ai s'ka gjitha elementet e tjera që përmenda pak më herët, dhe nga ana tjetër, sumat duhet të jenë të tilla që të ndërtohen mbi baza të produktivitetit, për arsye se në mënyrën se si jepet në këtë bujqësi që ne kemi, natyrisht apo në këtë blegtori, natyrisht që nuk japin efekt. Për të mos përmendur këtu pastaj se këtu nuk po flasim vetëm për bujqësi dhe blegtori, por po flasim edhe për nën sektor të tjerë që është peshkimi, bletaria, e shumë të tjerë të cilët duhet të ktheshin në një boom të prodhimeve me qëllimin që granti në vetvete të ishte diçka suplementare dhe jo elementi që mendohet si elementi qendror. Pra nuk besoj se